nuk ma kishte ngrënë mendja që do vinte dita që unë do lavdëroja kaq shumë sa herë që mbie rasti një demokrat, por kam kuptuar që kur demokratët nuk kanë flok, e kam më të lehtë që të gjej aleancë me ta për të prekur pastaj sa më shkurt disa pika të rëndësishme për sot dhe për nesër. Momenti retrospektiv është momenti kur rektori i universitetit më është drejtuar me një sens urgjence dhe paniku, do thosha, për shkak të rënjes së numrit studentëve dhe domosdoshmërisë për të mundësuar që universiteti të mos mbetej pa student. Praktikisht më ka kërkuar që të mbështes idenë e uljes së mëtejshme të mesatares së pranimit në këtë universitet. Unë i thash rektorit që ne duhet të shkojmë në të kundërtën. Duhet të synojmë që t'i japim universitetit markën e ekselencës dhe ta bëjmë tërheqjes përmes një mundësie të re, një mundësie që t'u jap atyre forcën e dijes për të qenë të nevojshëm për vendin, po për të qenë nevojshëm edhe kudo qoftë tjetër që ata do duan të provojnë veten. Dhe kështu lindi ideja për të shkuar së bashku në dyert e Universitetit Boku, ku njohëm të ditëlindurin e sotëm Hubertin, që jemi në garë me bardhin se kush e do më shumë, sepse para mbledhjes e lam që lule do e epja unë, po bardhi duke qenë se foli para meje, përfitoi nga radha për t'ia dhënë lulet vetë.